Dhe zë dikush që ka morë punën e namazit shumë majgare. Wallahi shumë majgare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krizën më të madhe të luftës. O dhe zë, a di se njerëzit kur kanë luftë, krijen se din ku e kanë. O na bëshof në skenat. Shire njerëzit që ka bën. Se din krijen ku e kanë. Në krizën më të madhe të luftës. A din se në luftën më të ashpër. Në luftën më të ashpër që i ka ndodhur. Cila ka qenë lufta më e ashpër, dhe zë? Lufta më e ashpër ka qenë lufta e Ahzabit. Apo ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rrethohet pi 12.000 qafirave. 12.000 qafira e rrethojnë qytetin këtë komplet. Edhe Allahu që thot, Allahu xhel xelaluhu i ka ndihmuar sahabeve kur i ka mri shpirtin fit. Mirë dhe zër. Apo në këtë siklet që këtë nuk ka ma siklet se kjo. Edhe bisikletit luftës që edhe pak i qinien të falna, që edhe pak hinja këshomi. Apo? Hinja këshomi. Në këtë siklet dhe zër të luftës, për nga mësëm vesh më një ankesa në kohët. Thot Zoti i ambush qafirave, varët me zjarë, qish ma hupën e qinien. O mirë dhe zë, na kur dalën për para Zoti xhelel xhelal, dhe na ka hupë namazin, shka kena mi thonë? Ha? I kum luftu o Zot Facebook, deri sa kizon gjumi. La hawla wa la quwwata illa billah. Luftën e Ahzabit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, Allahu vorët ja u mbush zarën, qish më shkoj i qinia. O dhe zë, pse na up neve i qinia? Pse na up neve akshami? Pse na up neve jacia? Pse na up neve sabaj? Pse na up pi vaktit vet? A jena luftën e Ahzabit? A jena luftën e Uhudit? A jena luftën e Bedrit? Pse në luftën e dhe zër? Qa luftën e dubana? Qfar shikleti kiti që nuk e falë namazin më rregull? Me qka ki mu arsjetu Zotit tanë xhelel xhelalu? Me qka ki mu arsjetu e? Valla, qka? Pejgamberi në këtë luft, apo edhe në rast tjetër vëllazër, kur pejgamberi sallallahu ka pas siklete më të mëdha, apo Bilali thot radhiyallahu an, sahar që e kapte ndaj mundim, pejgamberi sallallahu i thon te Bilalit, o Bilal, thirrë be ikametin të falmi. Qetësona pak me namaz, apo pse o vëllazër, dikush thot, po çfarë lidhje ka me kjo? Më ka më gjithë sa të madhe shpjegon. Sepse kur ti e hutohen këtë punë, ti çon dur kalloja Rab drejtoje se shumuranu